falenderoj për pjesëmarrjen, po ta e meritojnë, sidomos brezi I tyne, për mua është brezi më nostalgjik. Selamidon është një figurë e shqume që brezi jonë e njeh, se ata më të vonshmit nuk din gjë për te. Po gjithsesi, unë I respektoj këta figura, se kanë lanë histori. Për sa I përket librit, ky është libri e mi gjashti, më sot kem forcë, unë do të vazhdoj për figurat. Kam dhe një 2 libra në projekt, vetëm do të lënë surprizë ras. Cili është e veçanta këtij libri për Faik Sadikun? Unë jam mbështetur me tepër. Ja, unë jam mbështet me jetën e tij, historinë e futbollit, edhe patjetër edhe historinë familjare, se një libër historik niset qysh në genezën. Në radhë, historinë, jetën të është mos lënës futbollit, që ka kënë trajner, që ka djerë breza shqumë, që për përmeni me Edi Martinin, Suad Licin, ka djerë Bekim Balën, ka djerë Aron Milotin, Premqin, ku pa t'i vetë është një muri e radhë talentësh që edhe të ka një historit veçantë për me shkru për ta. Pranoj Shkodra sportive, është një minjerë arit për me folë për ta. Sidomos për futbolin, pa dhe sportet tjera. Gjithë se Shkodra është tjepi kulturë, si artit dhe sportit, janë është trinomi që nuk mund të ndohet ka dhe me një tjetërin. Unë jam nalë të futbolit. Sa faqe përmban libri dhe shoqërohet edhe me foto historike? Po tjetër, këtë libër përmban 215 faqe, po tjetër është libër që ka fotot e tia në libër dhe fjallë jetën e futbolit, jetën e si trajner, edhe ka dhe emna, kam shkruar bilet të këtë libër, kam fut Paulin Nojen, kam fut një 5-6 faqe, Harior Leken, kam fut edhe Satrakiqin. Librin e rrasë që kam, atëherë unë do të flasë për emna tjerë. Pra, me njëherë kaluat tek projekti radhës, do të vjoj, Faik Sadiku? Po tjetër, e kam gati, kam projektin gati, kam edhe libër tjetër që e kam pëthuj se të përfundum. Mund të zbulojmë me... Ja, surpriz. Urime, Faik. Faleminderit, Zoti ju rujt. Suksesin. Faleminderit për pjesëmarrjen.